Vetëm 2 ditë na ndajnë nga finalja e madhe e Big Brother VIP5, ku njëri nga 4 finalistët, Matteo, Selin, Miri ose Rogerti do të fitojnë çmimin e madh prej 100.000 eurosh. Publiku sigurisht që është ndarë në 4 pjesë, disa bëjnë tifo për Selin, të tjerë për Mirin, disa për Mateon dhe disa të tjerë për Rogertin. Miri dhe Selin janë 2 banorët që kanë hyrë që nga dita e parë në Big Brother, ndërkohë Matteo dhe Rogerti edhe pse hynë më vonë, me lojën e tyre arritën që të mbërrinin në finale. Ne kemi bërë një sondazh në kanalin ton në YouTube Labirint, ku pyesim ndjekësit se kush mendojnë ata se e fiton BBV5. Sipas sondazhit kanë votuar rreth 8.300 ndjekës, ku mes tyre 51% kanë votuar për Selin, 15% për Mirin, 4% për Rogertin dhe 30% për Mateon. Me shumicë votash sipas këtij sondazhi në kanalin ton fiton Selin, por mbetet për t'u parë natën e finales se kush do ta marrë çmimin e madh.